Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale, Luciano Boçi, i është përgjigjur Edi Ramës pas deklaratave të tij për kundërshtimet brenda Partisë Socialiste dhe debatit mbi ndryshimin e hartës administrative. Boçi akuzon kreun e qeverisë se po përpiqet të paraqesë pluralizëm, ato që sipas tij është një shenjë pakënaqësie dhe përplasje brenda mazhorancës. Ajo është revolt e kjo e jotja quhet panik, dhe paniku zakonisht fillon kur nuk të besojnë më as njerëzit e tu, nuk janë të parët e as të vetmit që janë shprehur. Boçi pretendon se gjatë procesit të reformës territoriale po shkelen parimet kushtetuese dhe ligjore, ndërsa kërkon konsultim real me qytetarët e zonave që preken nga ndryshimet. Vendos syzet e duhura dhe shih në sy kushtetutën kur thotë: kufijtë e tyre administrativo-territorial nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to. Ky është një detyrim absolut kushtetues dhe nuk mund të zvendësohet me postime në Facebook, X, konferenca shtypi apo dëgjesa formale. Në analizën e tij, deputeti i PD-s kundërshton argumentet e Ramës për afatin 60 ditor të konsultimeve dhe thotë se procesi nuk mund të reduktohet në procedura formale apo diskutime institucionale pa përfshirjen e drejtpërdrejtë të komuniteteve. Kushtetuta dhe ligji kërkojnë që të merret mendimi real, paraprak, të dokumentuar dhe territorial i popullsisë së çdo bashkie që preket. Deputeti demokrat ironizoi Ramën për mënyrën se si po e menaxhon debatin, duke e lidhur kundërshtimin e reformës me pakënaqësinë e qytetarëve dhe të disa drejtuesve vendor të Partisë Socialiste. Ju, fatkeqësisht, nuk jeni as pak kalores, nuk kaloroni, ju gomaroni. Ecni mbi gomar, shqetësoni për revoltën e drejtë të njerëzve tuaj, sepse kur kjo ndodh dhe është e prekshme, betejë zakonisht është humbur para se të fillojë. Partia Demokratike ka propozuar një hartë territoriale me 100 bashki, plot 39 më shumë se numri aktual sipas ndarjes administrative.